Përshëndetje, jemi në podcastin Kafet e Gremi. Në fakt, zoti Dritan Gremi ma ka lënë mua drejtimin e këtij podcasti gjatë ditës së sotme, por do të flasim për një tematikë që realisht po ndikon dhe po jep efektet e saj në ekonomi. Rënja e euros. Prej 2 vitesh, secili prej nesh, çdo kush e ka parë se sa ka ndikuar rënja e euros, këmbimi i euros në Shqipëri. Nëse para 2 vitesh euro këmbehej 1 me 1.25, sot këmbehet 1 me 95 lek. Pra, është një gjendje që mendohet të ketë të kaluar diku te 35% rënja e euros. Për këtë çështje do të flasim me 2 të ftuarit e këtij podcasti, me zotin Dritan Gremi. Përshëndetje, mirë se na erdhe. Mirë se ju gjeta në këmbën tuaj. Dhe do t'jap një sardin ty po dhe Eraldit. Do t'jap Eraldit ton, si dhe falenderoj ashmase që erdhi. Faleminderit shumë për ftesë. Erald, dua të falenderoj për këtë pjesëmarrje në këtë podcast. Në fakt, zoti Gremi gjithmonë ju veçon për reagimet tuaja publike përsa i përket situatës së prekshme të ekonomisë. Jo për të gjitha, po për gjëra, jo për të gjitha, po disa gjëra që mos ato kanë të bëjnë me biznes. Me realitetin ton, turizmin, taksat. Rënja e euros është diçka që humbasin të gjithë. Me thonë vërtetën është i vetmi që e ka ngritur në parlament, pa i bërë qefin, pa unik e kam, po kjo është jashtë miqësisë. Zoti Gapri, e keni parë vërtet një situatë aq shqetësuese ose të paktën ju e shihni si politikan i ri tashmë në Parlamentin e Shqipërisë për ta ngritur këtë shqetësim deri në foltorën e parlamentit, ndoshta për të dëgjuar nga dikush. Po patjetër. Dgjoni, unë kam folur për këtë çështje për shkak të disa arsyeve. Arsye e parë është që unë vi nga partia Mundësia dhe ne jemi një parti pro business. Ne jemi një parti që e kemi në ideologji, në programin tonë që na duhet një qeveri sa më vogël. Pra, qoftë administratë, qoftë kompetenca, qoftë në taksa, vetëm që biznesi të marrë sa më shumë frymë, sepse vetëm përmes biznesit rritet mirëqenia ekonomike. Tek rënja e çështjes së euros, është një skandal më vete që unë shikoj një lloj ndërhyrje të fshehtë të qeverisë për disa përfitime të shpejta, ndërkohë që kjo në një periudhë afatmese do ta quaj ajo, po sill dëme të jashtëzakonshme për ekonominë tonë të rësi dhe dëmet po ja bën pikërisht pjesës më të shëndetshme të ekonomisë tonë. Që është biznesi eksportues, ose biznesi që sjell para në Shqipëri. Ai lloj biznesi që zvogëlon dhe ul edhe bilancin tregtar që ne kemi të tmerrshëm gati 1/4. Dhe çfarë ka ndodhur? Për ta marrë pak si në gjenesë. Rënja e euros në Shqipëri, pra në mënyrë të njëtrajtshme, të vazhdueshme, të pandalshme, u bën mbi 3 vite, 3 vite pak. Ja çik më tepër. Po. Por filloi të bjerë pas fillimit të luftës në Ukrainë. Dhe kjo është e shqetësuese, sepse në momentin që ndodhi lufta në Ukrainë, euro, dollari, që janë moneda të besueshme, filluan të forcohen, se është e natyrshme, pra në një situatë kaosi ndërkombëtar, monedat e rëndësishme filluan të forcohen, se ato kanë më shumë besim, edhe bien monedat e vogla. Po, euro është një monedë e madhe për Europën, se është po është një nga në 2-3 monedat më të rëndësishme të globit sot. Pra ne dim investitorët e tjerë mbajnë kursimin në euro, mbajnë portofolin e euro. Më tepër ekonominë tonë. Patjetër. Se Banka e Shqipërisë thotë që në minimumi 50% çdo transaksioni në Shqipëri bëhet me euro. Dhe filloi të bjerë euro nga dal kur në çdo vend të Evropës po forcohej. Çfarë po ndodh? Nuk po jepte njëri shpjegime. Dhe filloi kjo rënja gati 30% të euros deri më sot, ende nuk kemi një shpjegim. Po ajo që mua më shqetëson është që qeveria këtë shikon si një lloj suksesi. Kjo është e tmerrshme. Ndërkohë që konte fillim, po jo tani më ndu. Jo, e thot, unë kam thënë ministrin e financave, thotë është gjë e mirë, po patjetër. Po çfarë ka ndodhur tani? Të bëjmë një prognozë. Të marrim dhe këndvështrimin e zotit Gremi. Jo, të bëjmë një prognozë. Tani rënja e euros, këtë dëmton gjithë bizneset të cilat punojnë me Bashkimin Evropian, që punojnë 10 mijëra njerëz. Dëmton remitancat e shqiptarëve. Dëmton edhe kursimet e shqiptarëve, janë mbi 7 miliardë euro kursime, që shqiptarët i kursejnë në monedë të besueshme. Vetë Banka e Shqipërisë thotë që janë afërsisht 1 miliard euro të humbura në këto kursime. Janë para që janë në bankë. Dhe po shikojmë kjo gjë, nëse mund të shikoj si përfitim, nuk na ka ulur bilancin tregtar. Çmimet që vijnë nga importi nuk janë ulur, kjo tregon sa i kapur është çmimet e referencës në treg, po. Ndërkohë që qeveria ka ulur
borxhin publik gati 54% në nivel historik për shkak të interesave që ka. Pra përfitojnë qeveria dhe një grup i vogël biznesmenësh, ndërkohë që gjithë ekonomia në tërësi është tek ata të cilët në fakt kanë marrëdhënie direkte me bizneset, me pikërisht, po rënja e euros, siç ta thonë që pra qeveria se ta ministri i financave parlament, ka ulur çmimet ta. Kjo s'është e vërtetë. Tani marrim një fakt. Apartamentet në Shqipëri që shiten me euro apo jo, banesat. I arritën çmimet? Po. Dhe një arsye që e thon vetë ndërtuesit është rënja e euros. Çmimet e konsumit po ashtu. Po turizmi. E njëjta gjë, hoteleria është rritur pikërisht për shkak se ata kanë klientelën kryesore nga perëndimi dhe ka rritur çmimet. Kjo është. Për ta parë edhe më të prekshme këtë problematik. Ju jeni ai më flasim më mirë sa ka humbur. Jeni sipërmarrës që eksportoni, pra keni marrëdhënie direkte në bizneset tuaja me euron dhe niveli rënja e euros në Shqipëri, në disa reagimet tuaja keni përcjell paktën shqetësimin për ato që po i bën ekonomisë dhe bizneset në Shqipëri. Në mënyrë të drejtë për drejtë, të qartë ndoshta edhe për njerëzit të kuptuar, çfarë ka bërë euro në raport me biznesin. Okej, faleminderit. Atëherë unë po e nis nga ajo që na ka ndodhur ne. Dhe do doja të hape një parantezë shkurtër, nuk është personale, pra nuk është Dritan Gremi që ka një problem personal. Unë besoj që këtë që po projektojmë ne, janë duke projektuar ose është duke projektuar çdo biznes i ndershëm që merret me eksport dhe turizëm. Të them konkretisht çfarë ka ndodhur me ne. Gremi aktualisht, ose më mirë, deri para 2-3 muajsh ka patur diku tek 120 punonjës. Total. Dije çfarë biznesi bëjnë turizëm. Turizmi nuk është gjë tjetër se është pjesë e eksportit. Pra ne besoj që jemi ajo pjesë më e shëndetshme. Le të themi, kush bën turizëm sot e kush bën eksport janë herojtë e këtij vendi sepse arrin që të si përthithin para nga jashtë dhe ta distribuojnë brenda. Ne me kalimin e kohës kemi pasur disa pikë shënime, që cilët pak a shumë po i kemi arritur. Dhe cilat kanë qenë rritja e investimeve brenda, si ne kemi bërë, krijimi një produkti cilësor, i cili me kalimin e viteve do kishte mundësi ti bënte ballë të një tregull dhe të ishte një produkt sustainable, pra që jo vetëm krijonte le të themi një produkt cilësor, po që ishte edhe konkurrues për gjithë ato që janë le të themi subjektet e tjera në rajon dhe mbi të gjitha të jepte çfarë? Të krijonte vende pune cilësore me paga të mira, të cilat gradualisht, po të shikosh kurbën tonë, kanë shkuar gjithmonë në rritje. Dhe përveç pagave, edhe të drejtat e punonjësve kanë shkuar gjithmonë në rritje. Dhe këtu është një mision personal, i cili, ose më mirë, mekanizmat e cilave ndikojnë në mënyrë të drejtë për drejtë në dy aspekte. E para, dhënien e të drejta, gjithmonë më shumë drejtave të punonjësve, pra për t'i bërë që ata të jenë gjithmonë më rehatë. Mirë, dhe dyta, ky lloj mekanizmi ndal çfarë? Ose është mekanizmi që ndal fluksin ose hegemoninë ose hemoragjinë e migrimit. Pra, për të krijuar një turnover dhe për të ndalur, le të themi, largimet, për t'i thënë të rive rini dhe qëndroni, ne çfarë kemi bërë? Kemi dhënë gjithmonë më shumë të drejta. Pra arritëm deri aty sa pagat jo vetëm ishin konkurruese, por orët e punës, si në asnjë vend tjetër të Evropës, ju e shkurtuam. I çuam në 32 orë në javë. Nuk e ka asnjë vend i Evropës. 32 orë në javë. Ne jemi rekordi në absolut, le të themi, por punë në javë. Çfarë ndodh tani? Ose ne me kalimin e viteve fitonim. Dhe unë një pjesë të mirë të këtyre parave e reinvestoja në human resource, e rishpërndaja. Sepse për qëllime që unë zëllot, thash, në 5 vite e fundit ne kemi patur një euro që ka shkuar pikë, na ka dëmtuar diku te 35-40% të ardhurave. Çfarë do thotë kjo? Do të thotë që në momentin që ne jemi duke fol konkretisht, unë kam prerë gati 15% stafit. Më është dashur të bësh shkurtime. Po. Sepse është lajm i keq.
shumë i Që keq. ta kuptojnë të gjithë. Dhe po ju them, domethënë këto janë Ose mund të ndërhysh ë, edhe në bashkëbisedim. E rajtë janë- do ta dëgjojmë pak. këto janë pasojë dhe me qenë duhet jemi sinqert, ashtu siç e ram gjoksin, për të thënë që kemi thënë drejta, kemi bërë dhe këto tani. Kemi bërë dhe këto sepse dal nga dal ne shkuam në mbrojtje. Pra nuk kishim mekanizma dur për t'i bërë ballë kësaj fortune dhe kësaj goditje që na vinte jo nga vetja, jo se ne kishim më pak fluks njerëzish, por na vinte nga rënja e euros. Sepse do të thotë që në fund të çdo muaji në xhepat tonë paraja që ne merreshim të vlente 35% më pak. Dhe ku do ta gjenim këtë para? Okej. Gjëja e dytë që bëm në disa sektor, jo të gjithë të premit, sot njerëzit punojnë 38 orë brenda të Pra ditës dy. ushtuan orët e Po punës. patjetër. Unë ula me stafin e thash kjo situata. Duhet të reduktoroj kostot. Kemi çfarë bëjmë dhe unë u bën gati 2 vite që nuk merrem me gjë tjetër vetëse të shpik veten. Okej. Pra për rritje pagash dhe investime bashkë me s'bën njerëzit e mi për të bërë ballë kësaj fortune që është mersi shumë e madhe. Disa më thonë rrit çmimet, nuk mund ta bësh. Si mund të rritësh çmimet? Nga ana tjetër ti ke konkurrent shumë të madhe. Okej, dhe se ka dhe një paradoks tjetër, që realt ja vlen të flasë. është për t'u thënë, kush është paradoksi? Nëse euro bie, gjëja më normale që duhet të bëjmë është të rrisim çmimet apo jo. Po ti bër ballë këtij 35%. Ne diçka i kemi rritur, po jo shumë. Çfarë ndodh? Në gjithë tregun shqiptar. Në 5 vitet e fundit. Paradoksi ka qenë që ose më mirë, fenomeni ka qenë i kundërt, invers. 90% e klinikave dentare që bëjnë dental turizëm kanë ulur çmimet. Nuk të gjë nuk arrit dot ta kuptoj. Ta shpjegoj, ta bëj një shpjegim. T'ludhem. Është paraja e pisët, kaq e thjeshtë sa të gjendë njerëzit. Kjo është e vërtetuar tani. Ne kemi raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit që e thot për të parë pastër dhe qartë. Thotë që miliarda euro të papastra të krimit të organizuar kanë ardhur në Shqipëri dhe investohen në 2 sektor kyç, që është sektori i ndërtimit edhe sektori i turizmit, ku përfshihet edhe sektori juaj. Pra, klinikat, gjithçka tjetër. Në është një mundësi për të investuar para, ndaj dhe ata nuk e kanë problem çmimin, sepse për rëndësi për ta e parë është pastrimi i parave dhe ngritja e këtyre bizneseve. Unë të gjën, unë e falenderoj Realin, nëse është, unë e dyshoj fort, e kam ngritur fort këtë gjën, kur më kanë thirrur për thënë gjën time, po çfarë ndodhte? Në tavolinat rrumbullakta institucionale, kur unë e kam ngrit fort këtë gjën. Tani nuk jam duke nuk ka reaguar, është thjesht fare. Në momentin që kam thënë këtë përpara njerëzve të shtetit, unë 2 ditë më vonë kanë ardhur kanë tek dera, më kanë trokitur dhe më kanë goditur. Pasojat e të folur. Kjo është shumë e rëndë. Reagimi. Kjo është shumë e rëndë. Është pasojë reagimit tuaj, për një të drejtë që ju. Sepse çfarë kanë thënë? Pra këtu kemi një dorë të shtetit që ndodhet kjo. Shiko, nuk është i tërë shteti. Janë segmente të caktuara të shtetit, unë këtë gjë dua ta them, nuk është i tërë shteti. Ka segmente të tjera që kanë dëshirën por ti çull gjërat përpara, prapë nuk dua të nxjerr edhe të përmend. Po ndodh fatkeqësisht, ky është problemi. Kush është problemi? Problemi është se në një vend si yni mungojnë analizat. Për shembull, sot që ne flasim, kjo është 1 miliardë herë që unë e them, ne nuk kemi statistika precise sa njerëz, sa turistë ka që vinë në Shqipëri dhe bëjnë medical tourism. S'kemë dhënë bagë Shqipërisë fatkeqësisht. Edhe sot që ne flasim, ne nuk kemi statistika të cilat ka mundësinë të kryqëzohen edhe për turizmin normal. Çfarë do të thotë? Do të thotë që nëse në Vlorë për shembull, kryetari i bashkisë thotë që në këtë muaj hyn kaq turistë. Sfida që unë i bëj është jo vetëm Vlora, edhe Durrësi, edhe Saranda, edhe Lezhë. Sfida që i bëj është, a janë këto taft që këto shifra të mirakordojnë të kryqëzuara me emër, mbi emër dhe net qëndrimit personave që kanë qenë aty. Edhe sa para shpenzuar. Sepse të njëjtën gjë unë e them dhe për dental turizmin. Pra, a janë këto të zotë që në moment caktuar të t'japin një panoramë, një pasojë. Doganat, tatimet, Ministria e Financave. Nuk e bëjnë. Të më bëjnë mua një kryqëzim të më thonë që X subjekt në këtë muaj të vitit ose në këtë vit ka bërë
këto fluks njerëzish, njerëzit kanë qenë këto që kanë hyrë në këtë pikë kufitare, në këtë ditë, në këtë datë kanë fjetur në këtë hotel, Nuk e bëjmë pra. okay? Ne e dim që nuk e Si bëjmë. mendoni që nuk e bëjnë dhe du t'i bëj dy pyetje rresht. Edhe duke dëgjuar zotin Gremi për atë vështirësinë e përballjes me situatën pas rënjes së euros dhe pasojat që janë reflektuar drejt për drejt në biznes, në ekonomi dhe kudo. Sepse më fal, Mendoni që është e qëllimshme nga ana e qeverisë dhe institucioneve në Shqipëri që t'i dobësojnë bizneset dhe t'i kenë në kontroll? Po shkoj përtej Të shtojë në një gjë. analizës, po. Të shtojë në jo, real, kludem. Po. Tani, unë thash që kur ndodhin lëvizje të tilla që janë praktikisht lëvizje tektonike në ekonomi, sigurisht që ka ndjeni shteti. Të ne jemi përballë faktit se si një monedhe e besueshme që e përdorim shumë se gjysma e shqiptarëve bie në këtë lloj forme në një kohë kaq të shkurtër dhe qeverisja, Banka e Shqipërisë vetëm nuk marrin masa për këtë gjë, po përkundrazi thonë që kjo është diçka e mirë. Pra këtu ka diçka që nuk shkon. Se ka një problem Po si tjetër. mund të deklarojë? Shiko, ka një gjë, Jo, çështja ashtu që ne kemi fakte, ne të thonë ndërkombëtarët, tu po ka hyrë një mori e madhe para e pis. Tani Dhe vetë ka- Banka e Shqipërisë, për ka shembull, dhe një arrogancë, po patjetër. ka dhe një arrogancë, Patjetër. domethënë në kuptimin që nëse ministri i financave thotë që kjo është një gjë e mirë, ai ka bërë një tavolinë të mullakut me Asnjëherë. grupet e interesit, Asnjëherë. që jemi ne, sepse këta mendojnë që marrin karrigën e pushtetit dhe ato para taksas që menaxhojnë i vi nga qielli. Jo më valla, jo, ja u sjellim ne. Absolutisht. Tash ne do na ulësh ndonjëherë në tavolinë që të themi nëse neve kjo gjë na bën mirë apo na bën keq, unë po them na bën keq. Sa si un ka që mund t'i thotë që rënja e euros i bën keq. Absolutisht. Besoj që është pjesa më e madhe. Sepse të thua që është forcuar leku dhe kjo nuk është e vërtet. Ore ne na Është intereson, forcuar dhe leku. Leku ka ngelur për njësoj dhe Eral, arsyeja ka ndodhur për të gjë. ne jemi krenar nëse leku jon është do ishte i fortë. Po Por pra, nëse kjo gjë po sot s'ka do ndodhur. zhvillohej në mënyrë Po nuk ka ndodhur. normale, fiziologjike. Një monedhë forcohet, në momentin që ka një fluks parash, ka ardhur që investitor të huajtur që po marrin lek dhe po investojnë në lek, se kështu do dalluar. Jo, pas s'ka ndodhur kjo gjë. Por ne shikojmë që ka fluks të madh parash në euro, në pista. Tani derisa Banka e Shqipërisë thotë që në një vit ne kemi kapur 4 miliardë 200 milionë euro jashtë sistemit bankar, pra për 2024. Ai sa kanë kapur ata përmes exchange-eve. Ai sa kanë kapur ata? Ata. Që është sa 70% e buxhetit jashtë sistemit bankar. Që këtu ti e kupton që diçka nuk shkon. Imagjino sa ka tani që s'kape, Që nuk sepse dihen. kushit sill në thas, ata punojnë si shkojnë ndoshta që thyen pak lek në euro, që marrin euro dhe thyen në exchange. Jo, se edhe këto exchange tjerë- për shembull, nuk duhet ketë një ligj, tash unë nuk di. I kontrollon Banka e Shqipërisë dhe përmes tyre ka marrë këtë informacionin. Por se Po sa si kontrollohen kontrollon? nuk e dim ne. A të Po raportojnë ata. lëshojnë pjesë- faturat të gjithë, nuk lëshojnë. Nuk lëshojnë gjithë fatura, po lëshojnë, ai por- disa flukset para së maten, sepse ata do të bëjnë degarifitime, Po. do të bëjnë një lloj llogaritmie. Por kuptohet që kur lëviz shifra të mëdha për shembull, A nuk do ishte më mirë ndjes po, të propozohesh një ligj. Në Itali për shembull, ti nuk ke shanse të shkosh e të bësh të kthesh para në exchange që janë rrugëve përveç se në banka dhe këto veprime mund ta bësh pa pasaportë ose pa një kartë identiteti po edhe pa diskutohet lënë gjurmë. tani po diskutohet shumë aspekte në lidhje me se sa duhet çarkulloj keshi, po sado që ta ulësh në nivelin e keshit ose thyres që nuk e Jo, pengon jo unë them të po ketë ka një frymë intraçibilitet, të gjë. ketë një të gjë. ë, Kjo nuk do të themi diçka. Nuk është tek sasia e vogël e parave, për shembull që mund vinë nga emigrantët edhe çarkullon kështu në Pra exchange. ju kam Bëhet uli fjalë tek për paraja nivelin- e pisët. Paraja e pisut që është në nivele të mëdha, po ku thyet ajo? po s'ka nevojë të thyet, ajo thjesht futet në ekonomi. Qartë, Duhet transaksion direkt. qartë. E bën fakte. Ai e bën pallatin në euro, Po. i mban në euro ose mund të transaksionojë edhe në euro dhe në rregull, është Duhet brenda analizë. brenda një Shiko, cikli të vet. Ë, Po që një analizë të saktë për të çështjen ne nuk e kemi, se nuk e thot njëri, sepse këta po e mohojnë problemin. Anduela duhet vullnet. Unë them që duhet vullnet. Unë Ju them, mendoni që duhet vullnet, Duhet po vull- me sa duket vullneti nuk po. unë besoj që është duke ardhur vullneti. Unë besoj që vullneti i çik është duke ardhur, i çik është duke ju punuar, Duke- sepse ky vend nuk mund shkoj përpara kështu. Mendo vetani, kjo situata ime, Jona. Jo, unë dua t'i referoj Ne dhe jemi- shkrimit tuaj që Po. ta përditësosh dhe këtë qëndrim, se nuk kuptoj. Jemi gjithë komplet në qëndrimin. mbrojtje. Shiko, një sipërmarrës, Mhm. sipërmarrës, jo një tregtar. Sepse le të themi që unë nuk futem tek ajo, unë jam kafsh sipërmarrësi. Domethënë mua më pëlqen të riskoj, të investoj, të kthej në realitet ëndrat e Tregtari është mia. diçka tjetër, po. Nuk jo tregtar, një sipërmarrës. Ti po e vure me shpata mbas muri.
po e vure në një kënd të mbrohet. Nuk ka gjë më të keqe për të. Që ishte dhe pyetja pak që bëra zotit Gabri. Nuk Apo ka gjë. po qeveria Nuk ka gjë më. Po mendo, shiko, dhe institucionet. po të marrësh, kjo është industrie jona. Është industrie. Po të marrësh Turqinë për shembull, që është nga kompetitorët tanë më të mëdhenj në rajon. Shteti ato investon në 50% në të gjithë PR-in që bëjnë, pra në gjithë advising që ata bëjnë. 7-8%, 90% në të gjithë fushatat që ato bëjnë edhe jashtë, duke shkuar në për panajire. 50% të hoteleve, 50% të subvencionojnë të biletat e avionit. Ne nga shteti jo vetëm që nuk ndihmojmë dhe nuk subvencionojmë, po tash jemi vënë jo nga shteti ose këtë s'mund ta them. Po nga kjo rënje të merësisht e keqe e euros me shpatlla mbas muj në një kënd për të mbrojtur. Mund të më lësh ti mua domethënë në një kënd. Absolutisht. Kemi nevojë për Është një situatë paradokse. paradoks. Se ta evidentojmë paradoks. Tani nëse qeveria thotë kemi prioritet turizmi, se turizmi është prioritet në një vend si Shqipëria. Si ka mundë se lejon? Po, patjetër, jo, turizmi sjell të ardhra. Si ka mundësi që ti e lejon një fenomen të tillë për të shkatëruar një prioritet të tënd? Si ka mundësi? Pra ka interesa të tjera. Në rast se vrasin mendjen fare për se dhe real. Dgjoj, ka një paradoks tjetër. Për shembull, një nga benefitet që mund të ishte ulja e euros, ishte që për shumë biznese mund të ishte momenti i art për të investuar në pajisje, në teknologji. Se thonë po i blem në lirë jashtë. E di se në Shqipëri apo jo. Pra me plane faqet. Kjo nuk po ndodh. Pra që të rinovosh inovacionin, po i merr me çmimet e lirë. Kjo nuk po ndodh as pak. Sepse bizneset e din që nuk është ky lloj momenti dhe e din që po ndodh këtë sepse mungon aftësia për të shpenzuar dhe kjo është lidhet me atë të ndëtur në kënd. Nuk është problem. S'ke garanci se po të investosh këtu do të thotë ai thotë këtu merr vetëm në qafë. 99% e gjithë atyre që ti di dhe që un kam bërë janë bërë në ato momente kur euro ka qenë deri në 135 lek. Problemi nuk lidhet me rënien me lekun e fort apo me një euro të pafuqishme. Nëse një supermarkës ka mundësi të xhirojë para duar, nuk e ka problem për paguar 10-15% më tepër një makinë e ri. Rëndësi ka që kjo gjë këtu të xhirojë. Më kupton sepse po nuk po e bën as të gjë. Ore ne jemi në moment tani çfarë ti them Mustafi, i them do të rrogon. Do të ngreor të punës, do bësh të shtunën, do punosh, s'mund t'ja bëj dot më. Pse? S'ja bëj dot më se nuk do ta pranoj. Këto janë gjithë me i këmb janë jashtë, me i këmb janë brenda. Absolutisht. Zoti Gremi, para disa ditësh ju mua më ndroqi vëmendja një shkrimi juaj që i referoni taksave, gjithmonë referuar situatës me euron, 2 taksat e fshehura që po mbysin ekonominë shqiptare dhe projekt buxhetit vitit 2026. Ishte kjo që folëm. Po, 2 taksat që ju mendoni që janë të fshehura, unë ju referova, duhet i referohem një pjesë, taksa e dytë e fshehtë është korrupsioni i zyrtarëve, punonjësve shtetit dhe bujmarrja. Ja të lëm Eralde do t'i fjalën apo të flasim? Jo, sqaroj një ti pastaj. Pas sqaruar sepse pyetjen do t'ja bëjmë më pas. Okej, jo, patjetër, shikoj, nuk kam frikë ta sqaroj këtë. Jo, e keni bërë publike, përsoj që s'ka. Shiko, unë jam një dashnor dhe dashamirës pa epur i këtij vendi, e dua të merësisht shumë. E kam promovuar, kam dhënë nga vetja më sa kam mundur, kam luftuar më sa kam mundur. Kam bërë sa kam mundur. Dhe një nga ato sloganet që unë kam patur që fillimet e mia, kur e thoja edhe miqve të mi ande, një thoja, e janë në Shqipëri, që është një vend shumë i mirë për të investuar sepse niveli i taksave është shumë i ulët. Një nga përgjigjet që unë jepja gjithmonë gazetarëve kur vinin që na intervistonin, si nga Franca ose nga Italia, pse këto çmime kaq të ulta, i thoja lidhen me një presion të ulët fiskal krahasikisht me vendet tuaja. Fatkeqësisht sot pra, siç e kam thënë, unë jam i ndershëm me veten dhe të tjerë. Siç e kam thënë atëherë, pra kanë qenë i ndershëm si të mia, po them dhe sot që ne nuk kemi më vendi kompetitiv dhe kaq atraktiv, atrend për të investuar. Pse? Sepse ka 2 taksat fshehura tashmë. Jo se korrupsioni atëherë nuk ekzistonte, por nuk ka qenë kurrë në këto nivele, më besoj. Plotësisht dakord. Jo, se disa më thonë që je i majt, je me këtë, je me ato, i bërë fresk këti apo ati. Si një sipërmarrës, si ka bërë gjitha gjërat vetë dhe nuk ka nevojë për askënd. Okej? Dhe si një sipërmarrës që
e do vendin dhe qeverinë e tij dhe shtetin e tij duke i bërë edhe kritika, se kjo është shumë e rëndësishme. Pra ajo këto që i bën fresk nga mëngjes deri në darkë, se çdo gjë shkon mirë dhe nuk kemi probleme, sepse pastaj edhe këta shtetarët tanë kryejnë edhe ideja të gabuara nga këto 6 veta që i rrin pas, le të themi, dhe i shushutin vesh gjëra që nuk janë të unë besoj që një faj i madh duhet t'i atribuohet edhe këtyre mitave të rikthehemi tek pjesa jonë. Pra Shqipëria nuk është më një nga ato vende kaq atrende për të investuar dhe këtë gjë e thot kush e thon edhe investimet e jashtme. Ne nuk kemi një investitor tuaj të jashtëm. Ta kam fjalën perëndimor serioz që të ketë bërë investime në vitet e fundit. Dhe kjo gjë është shumë thjesht për të kuptuar. Pra përveç atyre taksave që ne shohim dhe lexojmë letër, kemi edhe 2 taksa të tjera, pra 35% rënje të euros 7 vitet e fundit, 8 vitet e fundit, që nuk është pak, dhe taksa e korrupsionit, ose ajo kafja. E pa deklaruar zyrtarisht. Ajo kafja ndodh në këto si të thuash, në këtë flamur kaq të madh shumë ngjyrësh, inspektorësh dhe inspektoriatësh, le të themi, që i trokasin bizneset nder prej vitesh. Okej, tani unë kisha thënë dhe diçka tjetër, unë nuk e di se sa ndikon kjo taks në xhepat ajo është themelorja. Në xhepat ose në bilancet e bizneseve, sepse vetë unë e kam luftu, jam shumë krenar që them këto. E kanë luftuar kur më kanë marrë ndërë që më kanë trokit, i kam çuar në gjykata, i kam çuar në prokurori disa inspektor dhe më kanë lënë rehat. Okay. Nuk më vinë më të trokasin për të marrë taksën e korrupsionit. Edhe le themi edhe publikisht kam shkruar për këtë gjë. Sot i kapri. Pak më parë ju thatë që është paraja e pisët, që po ndikonte rënja e euros, siç thotë zoti Gremi, në 35%, por kjo taksa e korrupsionit kafja. Nuk është më shumë se kaq, është edhe pasiguria juridike. Në ne jemi një vend që ende s'kemi çdo çështjen e pronës, si mund të vish të investosh të rronë. Kjo është minimale. Tani një vend me taksa të ulta, siç jemi ne në letër, do ishte shumë atraktiv për investitorët. Nuk po ndodh. Nuk do të pikërisht vetëm për taksën e fshehur, po edhe për gjithë problemet e sepse di që do vinë në një vend të korruptuar, kjo është problem. Dhe madje disa nga vendet që kanë taksa shumë të larta në perëndim, janë dhe vendet që kanë shumë investime. Sepse në thelb, një investitor nuk e ka thjesht taksat, ai thotë duhet të më lesh të qetë. Pra, ku shtetin unë e kam në krah, nuk e kam në kurris. Po e pata, kjo është garancia themelore. Se perëndimi ka taksa të larta, po prapë investohet bëhet pse sepse e din që shteti nuk i pengon atij. Se ai në thelb kërkon këtë lirinë e vet të ecë përpara, nuk e llogarit pjesën e taksave. Në Shqipëri fatkeqësisht nuk është çështja e taksave, është problemi i korrupsionit. Tani, për 2 ose 3 vite rresht, vazhdon akoma, vendi nga vendet e Bashkimit Evropian që llogaritet si investitor themelor në Shqipëri del Hollanda. Po ti pse Hollanda? Pra kapitale holandeze. Arsye është te koncesionet shqiptare, të cilat janë të regjistruara në Holland. Pra, incineratorët, këto kompanitë e naftës, të gjitha i kanë qenë regjistruar në Holland. Me bënin gjithë të xhiron, që kalonte mbi 100 ca milion euro, dhe këto dukeshin sigurisht në biznesin holandez. Nuk janë investimet që neve na duan, ne na duan fabrika, uzina. Jo, prodhimi i brendshëm, ne duhet blerë e shtuar. Ne e para nuk e dim çka kemi blerë të shtuar. Për shembull, kemi turizmin blerë të shtuar ose të kemi shërbimet, ku janë investimet në shërbim ose në turizëm. S'kemi një brand. Edhe pak branda në hotele që kanë dalë më shumë si të dhëna me qira, kuptimi ka dhënë vetëm logon ai, por nuk është se ka operuar ai. Ne e dim këtë gjë. Ne e dim edhe tani për të kthyer te kafja, sa ndikon kjo? Po s'e ndikon kjo. Kemi bërë ndonjë. Kjo është dëgjoj. Po flasësh me një çdo investor serioz. Gjë e parë që thotë është kjo që si t'ja bëj. Kjo është një vend që s'kam garanci për shkak të korrupsionit, unë vi bëj investimin, ma mbyllin, ma shkatrojnë, s'kam asnjë garanci për këtë. Jo, po vetëm ajo. Po kërkon se kush është problemi tani? Se i kemi thënë gjëra të qartë, një herë kokës pak s'ka pas, por tani që s'paku ku vënamin,
E di sa egzaltuar janë tani unë, domethënë janë të mërësi shumë, po tani s'kemi më, domethënë patjetër që po. Dhe këtyre Erdhi gjërave dita të ndëshkohet korrupsioni. po patjetër dhe këtij fenomeni unë nuk i jap më shumë se 6 muaj deri një vit tjetër. Domethënë dhe jam shumë optimist Pra kjo taksa e kafes. Jo. Fenomeni Ndëshkimit të korrupsionit. të tjerë që ka të bëjë edhe me taksën e kafes. Okay. Okej, jeni shumë optimist. Se të tjerët më thonë je optimist. Jo, nuk po është. Se shiko kaq tjetër ta. Domethënë se spaku bën 6 vite që e kemi ne. Dhe po çikosh ti vitet më të mëdha të tyre 6 viteve dhe ka një paradoksu, si ka mundësi që ka operuar dhe spaku dhe vitet janë rritur. Sepse nuk ka lënë precedent, nuk kam se kanë besuar ata që do të godin. Bravo. Se nuk kam bërë precedent. Po, se tani po dalin çështje e njëra pas tjetrës. Po ndihet kjo frika deri diku në nivelet e ulta. Po ti po ta shikosh presionin e qeverisë që prap qeveria bën ligje me porosi, është të mërshme. Siç kaloi jam në kaluar në parlament ligji për ta e quajnë si e quajnë paqja fiskale, që është amnisti fiskale e pastër dhe është hapet rruga për pastrim parash atë. Kundër një tarife të vogël. 5% sa është. Me 5%. Se edhe këtu tani unë po lexoja pak. Jo me të bërë tash njerëzit e shenjtë që kanë zbritur nga qielli. Po me ato ndeshmërinë time, quando e luni kam paguar, ne kemi paguar taksat. Po. Tashi s'është normale kjo. Ç'a duhet ndjej unë tani? Për njërin që s'ka paguar, që konkurrentin tënd. E para dhe e dyta, temi paqe fiskale, më mirë siç thotë Reali, më mirë bëj një Jo më është amnistie e fshehur. Amnisti fiskale, quaj amnisti fiskale, se për mua paqe fiskale është një term shumë i madh. Paqe fiskale kisha shkruar diku. Mund të ketë një qëllim, tek shkrimi e keni, mund të ketë një qëllim të fshehur pas termit. Jo, është e fshehur ajo. Ne ngritëm parlament dhe ministri i financave nuk pati guximin ta përmend. Sa i thot aty që dakord, nëse ke detyrime, i paguan dhe me këste, heqim kamat vonesat dhe kaq. Problemi është aty që ata thonë që ti mund të prekësh bilancin tënd që ke dorëzuar, edhe mund të shtosh deri në 3 vite dhe të shtosh aktive që ke. Pa ti thua nëse të teket, thua gjë, unë s'kam bërë 1 milion euro xhiro, po unë kam bërë 2 milion euro xhiro. Një pyetje kisha unë, për shkak kur ka bërë Italia, se unë pa shumë shtete ka bërë Gjermania, Italia, Zvicra, Amerika, gjithsesi e kanë pjekurinë. Po, nuk janë. Po ka që vetëm pjesa e taksave dhe për kategori shumë kufizuara, jo kaq masive. 2 kategori që ata për shembull kufizonin ishin krimi organizuar, pra të gjithë paratë që vinë nga krimi organizuar dhe nga korrupsioni. Nuk e di ligji jon të pyes ty tani. Ka përmendjen që kush ka vendim gjykata, është. Jo kush ka. E po hajt. No, vetëm ai që ka atëre. Për shembull, njëri që është në hetim serioz. Nuk e kufizon dot, por kjo është e shapur kuti e Pandorës aty. E thashë, është problem kjo. Mos si mund të thuash ti një ta bësh ligj tani që ti rish shiko bilancin tani. Ai do thotë çka ka para me thas tani, e korrigjon bilancin dhe të paguaj 5%-un. Për shembull, legalizoj 1 milion euro për 50.000 euro. Ku ma gjen? Ku ma gjen për kaq pak? Kjo është të mëshme. Pra, se çfarë po kanë llogaritur që kjo loja me herën e pisut vërdall me thas, nuk mjafton tani, po duhet. Ku do jenë pasojat sipas te të kësaj paqes. Momentin që do futen këto para, se do jenë fluks do të shkatrojnë ty të parën si biznes i ndershëm para, sepse konkurrentët tu që ti e di që kanë hapur klinika. Do kenë para pa fund. Do kenë para pa fund. Ku kanë para pa fund, do ta luajnë edhe me çmimin, luajnë edhe me paga më të mira, luajnë edhe me konkurrencë të pandershme, edhe detyrojnë ty të humbasësh gjithë avantazhin që krijuar në vite dhe që të dash 20 vjet punë. Kaq e thjeshtë është. Është lojë pisë fare. Edhe ne kemi qenë të vetëm që kemi të nënçuar para. Këto do ja dalin, besoj, do aprovojnë. E bën ligj, kaloi në parim, ja pse do kalojnë në tërësi, po janë 83 deputet ata, nuk marrin urdhër politik. Po BE-ja çfarë thot për këtë? Tani ka diçka. BE-ja nuk ka lëvizur, ta thonë që kemi dhënë garanci BE-s që paratë e krimit e këto nuk do bëhen etj. Por arsyeja që po e bën tani me urgjencë është pikërisht kjo, sepse nuk ka nisur mirë punën BE-ja në vëzhgimin e gjithë standardeve me hapjen e kapitujve. Po mi, një fjalë mund ta kishe thënë, ë? Ne po mendojmë që t'i bëjmë një letër Komisionit Evropian për këtë çështje. Edhe ne si parti, edhe si 2 deputet Partisë Mundësia, që t'i arrestojmë të gjithë të pjesën në mënyrë që të ketë një vëzhgim dhe reagim të shtuar në anë e tyre. Sepse është skandal. Për ne është skandal kjo. Që ndikon drejt tek ju që merreni me biznesin, duhet të për ta mbyllë këtë gjë. Unë besoj që nesër pas nesër do ketë një hetim serioz, se këtu lind pyetja për një X person që ka futur para të pisët dhe ka, si thua, ka legalizuar me këtë ligjin e paqes fiskale me 5%. Mund të ketë fuqi dhe prapa vepruese, besoj, kjo gjë.
Po problemi është që Qofsa i merr një vendim. kur e bën ligj, problemi është që ai thotë unë respektova një ligj, si do konfiskosh paratë. Unë them që të Prandaj gjithë shloja sot, është e e tillë. di pse është e tillë, se të gjithë është shumë njerëz thonë fshe leku. Është më çef leku. Kush lek është më çef? Pikërisht pra. Lekat e mi për shembull, as është fshehur, as do fshihet kur, as i joti dhe as i joti. Është fshehur ky leku i pisit. Që Dhe do unë- ta legalizojnë Dhe, në formë. dhe unë besoj që prap ata do kenë frikë ta pastrojnë këtë lek ose ta hedhin në qark. Po nëse ka koordinim shtetëror të këtij niveli, sigurisht që ata po e bëjnë. Jam duke u dredhur pak, Do besoj. ta shikojmë në vazhdim. Tani, për të dalë tek se dua që të ndalim edhe 2 minuta tek taksa e fshehtë e mitmarrjes. Ajo është shumë e rëndësishme. Ky është fenomen. Në fenomen, është endemike. Kombëtar me cilin të Përhapur. gjithë janë risi. jo risi, po janë bashkuar dhe e kanë pranuar. Pra, edhe ata që japin, edhe ata që marrin. Pra janë bërë Të delte Eurobarometri i Bashkimit Evropian. janë bërë pjesë integrale e kësaj gjëje, ndaj dhe shiko, nuk është shaka për mua. Nëse do ishte do doja t'jepja një sugjerim shtetit, politikës, duhet luftuar me patjetër fenomeni i mitmarrjes, sepse ndikon në mënyrë të drejtë për drejtë tek Korrupsioni është thelbi. Më thon, patjetër. është një Rali tha një gjë, të gjithë shtetet që kanë nivelin e taksave më të larta kanë investime më të mëdha. Pse? Sepse atje e di sa paguan, po në fund ditës E i qartë. e qartë valla. Kaj do paguaj dhe kaj do marr në fund ditës. Edhe unë për këtë jam. Më mirë Rrit taksën. më rrit pak taksën. Por e di që jam korrekt me shtetet, me ligjet, me Dhe unë jam i bindur për këtë, sepse inspektori di çfarë bën? Nuk shkon aty për të kuptuar kush është në palishmëri, le të themi, për ta ndëshkuar në mënyrë që ta bëj të bëj një precedent që mos e bëj më këtë gabim. Po shkon të shoh ku e ka bërë, ku e ka ta kap në kafil, siç i thon fjalës, që ti kërkoj një diçka dhe ta mbyll aty gjën. Po ne nuk dum këtë. Ne dum shtet. Doni juve, po. Ne dum shtet. Madhe e biznesit edhe do këtë. Shiko, e duam ne, e duam ata që si unë janë kthyer nga vendet e BE-s për një ëndër evropiane, e duam mbas edhe ata që duan të kthehen në Shqipëri për të hap diçka. Domethënë kjo gjëja këtu është shumë e rëndësishme dhe duhet, në mendimin tim, duhet bërë. Unë kam edhe duhet qartë vetë që këtu problemi numër 1 që kemi ne është korrupsioni. Nëse ne zgjidhim, luftojmë korrupsionin dhe bëjmë një qeverisi të drejtë, Shqipëria shpërthen nga pikpamja ekonomike. Edhe sepse nuk është bërë asgjë, të thatë që 6 vjet e fundit korrupsioni është rritur më tepër. Shembull, spaku të marr e të ras një drejtor të fuqishëm që merret e ka bërë çfarë. Kemi Belinda Ballukun tani drejtor që merret me taksa dhe me gjëra. Ose me inspektore, me njërin dhe me inspektoratat janë ato që ka goditur ca drejtor që kanë inspektore gjëra, inspektoratet gjëra. Arsh të keshit të nuk çon inspektor për të bën akoma me sa jam vënë, po. Për ta mbyllur diskutimin me çështjen e euros, dua t'ju vetëm një opinion të shkurtër të dyve. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka paralajmëruar se nëse rikthehet euro fuqishëm, mund të prodhojë krizë. Në shkuptim të riforcohet euro. Po. Lexova edhe unë të lajmin. Jo, ata kanë kërkuar që Banka e Shqipërisë të mos ndërhyjë kaq fuqishëm për të rritur pak eurosin. Ajo që bën Banka e Shqipërisë dhe që ka humbur shumë para, është që ble euro me shumicë, në mënyrë që ta paksojë në treg që ajo të rritet vlera në mënyrë nuk është ky mekanizmi artificiale. Nëse ka dalë dot. FMN-ja është me parimin që exchange-i, pra këmbimi valutor, do të jetë i lirë. Duhet të jetë i lirë. Nëse ka një fenomen, ai thotë luftoni fenomenin, mos u merrni me kursin e këmbimit në të rësik. Kështu që është parimore ajo e Fondit Monetar Ndërkombëtar. Dhe fenomeni pastaj që ka të bëjë është lidhet me qeverinë, nuk lidhet thjesht me çfarë konsumë. Si e mendon këtë konstatim të punës? Unë nuk jam ekspert ekonomie, kështu që më mirë duhet ta them këtë gjë, se kisha bërë një postim Facebook para ca ditësh, më fut një ekspert aty brenda e filloi të më shpjegonte Pitagorin e ekonomisë, do të thotë që neve na interesojnë koncepte shumë thjeshta, të paktën këto që na tha Eraldi. Për mua është interes, ose unë jam i interesuar
që eurot shkojnë dhe të marrë ato kurvën e vet dhe të shkojnë në nivele të pranueshme dhe normale. Pastaj se si do bëhet kjo, do marrin do fusin burg disa njerëz që nuk e bëjnë mirë xhandajnë e themi para spist, apo do ndalin fluksin e gradaçelave të drogës atë kësaj dhe asaj, për mua pak rëndësi ka që të kthehemi në normalitet, sepse ka dhe një gjë tjetër, shiko. Në momentin që ti ne do rikthehemi në normalitet, sepse kjo histori nuk mund të vazhdojë gjatë. Me ose pak të qeveri e kanë treguar dhe vende të tjera që ka një fillim, ka dhe një fund. Në momentin që vjen ky fundi dhe ti nuk ke më mundësi ta subvencionosh borxhin, siç po e bën tani me forcinë e lekut, çfarë do bësh pastaj? Pra, kush do jetë borxhi jon i brendshëm në momentin që fluksi parazes ka ndalur dhe niveli i euros nuk do jetë më ky që është sot. Pra do rritet në mënyrë artificiale apo jo? Ashtu siç dhe të bëj një efekt do për të ashtu dhe do ndikon dhe 8% i ndërtimeve në Tiranë për atë taksën 8% që jepet për leje ndërtimi. Domethënë unë nuk e di tani sa është buxheti i Bashkisë Tiranës 300 milionë euro dhe sa ndikohet nga ky 8% i ndërtimeve. Është gati besoj unë dhe 35%, një tretë. Domethënë e imagjinoni një buxhet bashkie që i mungon 35% i saj, çfarë do bëj? Ku do t'i gjej ato para nesër? Është e tmerrshme, ëh? Patjetër. Zoti Kapri, këtë ditë po diskutohet në Kuvendin e Shqipërisë buxheti i 2026-s, do të kalojë në seancë në parlament besoj. Javën tjetër, po. Javën që vjen. Ajo që unë dua të pyes, ku do shkojnë paratë e shqiptarëve kësaj radhe dhe ku janë çështjet do cilat janë çështjet që ju keni bërë oponencë dhe nuk jeni shumë dakord me ato që propozon qeveria. Po të gjitha, buxheti është gati 9 miliard në total. Ka një rritje dhe pjesa e mbrojtjes që kërkon NATO për ushtrin. Ka një rritje të pensioneve, shumë pak. Pra, imagjinoni një pension i plot në qytet do ketë një rritje për rreth 18.000 lekësh të vjetra në muaj. Që shpinë, dhe kjo vetëm për afërsisht 1/4 e pensionistëve, për tjerët marrin shumë pak. Pastaj dhe pjesa e investimeve kapitale është skandal. Është skandal. Disa nga projektet më të rëndësishme rrugore në Shqipëri nuk do investojnë. Pra bypassi i Elbasanit nuk është, bypassi i Tiranës nuk është, për Veriun s'ka fare. Pra gjithë pjesa që ne dimë çfarë bëhet në Veri dhe në Shkodër, ka asnjë investim, edhe pse aty thonë kemi 1.8 miliard euro investime kapitale. Ndërkohë që shpenzimet që do bëhen sërish për administratën e këto është e frikshme, i kalon 2 miliard euro. Për administratën? Po, ne kemi 185.000 punësuar në sektorin publik, edhe pse kemi bërë jo benja. Me aq sa unë kam informacion, ndoshta nuk është zyrtar po e them, po ka planifikim për shtim të pra pryrje të mëtejshme të administratës, paktën nga disa dhëna të mira. E kam bërë, bëjnë shumë edhe të pjesën në kontrata që bëjnë namin për sezone. Në të dhe 6 punëore që shtojnë institucionet pa fund, por sot që po flasim është 185.000. Është niveli rekord me numrin e popullsisë që kemi. Ne kemi arritur 2002 mos gaboj unë që ka qenë diku te 187.000, po kur ishte popullsia 3.2 milion. Tani jemi më pak se 2.4. Dhe kur teknologjia nuk ka qenë e tillë. Pra ti e kupton që është bërë sidomos me punësimet publike për të kapur mbajtur pushtetin, kaq e thjeshtë. Thonë ndonjëherë që nuk ku futet një sipërmarrës nga në menaxhimin e një shteti, po shihni ta gjë. Nëse ti arrin të gjesh, le të themi, ekuilibrin e duhur të eficiencës, të efikacitetit, për të çuar gjërat përpara është absolutisht e njëjta gjë. Pra një reformë për mua e gjithë sistemit të punësuarve në administratë publike do ishte shumë e nevojshme, domethënë duhet bërë dritë për mua për të kuptuar nëse ky numër është shumë i fryrë, nëse gjithë njerëzit që janë të punësuar kanë aftësitë për të bërë punë caktuar, sepse mos na dal pastaj si në kohën e verë që për një punë ishin 4 veta të punësuar, ndërkohë që mbase do mjaftonte një ose për profile caktuara njerëzish nuk do duhesh fare askush punësoj sepse mund superoj nga dikush tjetër ose nga një proces tjetër. Ju në fakt keni në shkrimin tuaj, se dua të vazhdoj me ju, zoti Gremi, keni thënë që
jeni deri diku kundër mënyrës se si Mbase Radi kishte për të thënë gjë tjetër për buxhetin. Jo për buxhetin. Këto ishte themelore, thash nuk se kanë, se domethënë po diskutohet asnjëherë për ne shtu nuk e mban mend çka ka një gjë të rëndësishme që do të bëra. S'ka. Me paratë thjesht do shpenzohen në ajër. Ku shpenzoni imagjino 2 miliardë për administratën e kupton. Që është problematik, do t'i rikthej ndoshta. Po aty tunelet do të bëhen urgjent supervizim se nga dosja e prokurisë doli që s'ka eku në beton. Po, domethënë jo, po si është ligji, se duhet parë ligji tash. Nëse ai nuk ka një supervizim, ka një supervizim. Ka nevojë për një po ka qenë fiktiv, se këtë thoshte dosja. Ai inxhinieri grek i bënte mesazhe drejtorit të rrugëve dhe i thoshte është tunel, nuk është vrim, duhet parë me kujdes. Pra, ka nevojë, se duke parë se çka korrupsioni është bërë aty, ka nevojë të bëhet njëri. Kush do guxonte të kalonte? Unë besoj se prokuroria nuk do jetë kaq, domethënë nëse kishte pas një gjë të rëndësishme, do të kishte vënë shiritin derisa të po kjo ajo është një vepër e marrë në dorëzim, ose rrohet e rregullt. Por për çështjen e re që ka dalë, do të parë ka përgjigje që thonë që dëgjore çapo bëjmë se mbase janë përgjimet pra. Që është hedhur ky dyshim. Edhe që këtu në këtë moment ka nevojë të bëhet një hetim, një supervizim tjetër për të parë cilësinë e punimit. Nëse do mendimin tim, nëse unë do kisha qenë i pari kësaj gjëje, unë do kisha çuar për supervizim çdo punë dhe çdo rrugë që është bërë nga RSH-ja dhe që është firmosur nga këta njerëz janë prish rrugët. Rrugët që janë ndërtuar së fundi janë marrë në dorëzim edhe pse ka pas raporte të paguar për këto pastaj. Po ne do paguajmë taksaton, kush e paguar. Po ky shkon për kushtën e kapte zotërin? Shpërdorimit të tyres. Shpërdorimit të tyres është gjë. Të fortën që te kodi i ri penal që duan të bëjnë tani. Duan ta heqin. Duan ta modifikojnë për ta bërë të pamundur zbatimin e tij. Janë duke kopjuar nga Italia, se në Itali tani ka qenë një tjetër problem në Itali. Tani duan ta heqin fare këtë. Po, na e shesin si republikë prokurorësh në Shqipëri, ku ne dimë që jemi një republikë tenderash, s'ka lidhje fare. Ky është problemi që kemi. Dhe ndryshimi është që prokurorët në Itali si Gratieri po dalin nëpër bashkëbisedime me njerëzit në rrugë, në sheshe, në televizione për të shpjeguar këtë reformë të keqe që në Itali është duke u bërë. Domethënë, kjo tregon nivelin e themi të demokracisë dhe të ndërgjegjes edhe të megjithëse unë jam shumë i duhet të jemi të lumtur dhe të gëzuar për këtë nivel prokurorësh që kemi spak. Duhet të heqim kapelen dhe ne jemi vetëm forcë politike që enkurajojmë në mënyrë duhet i mbështesim me shpirt. Zoti Gremi, ne kishim shumë dhe kemi shumë. 99-20 s'pa prekë. Atë doja të ndalesha, e di që e keni me merak se kërkoni abrogimi e ligjit 99-20. Çfarë është ky ligj tani? Nuk e di nëse kemi pak minuta në dispozicion. Në podcast të gjërat e lejon apo jo? Po. Zoti deputet urdhëro. Ky është ligji në fjalë. Ndërkohë që zoti Gabri lexon për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë. Okej. Ta them unë si e diu nga një pjesë e bizneseve? Sepse unë nuk do të është problemi që kemi ne. Përveç pjesën e kontrollit edhe etj. Në momentin që i vjet job një biznesi, tatimet ta marrin menjëherë jobën, pa pritur që ti mund të shkosh te apeli tatimor, se e kanë ligj, pa pritur që ti të shkosh në gjykatë administrative, pa pritur i vendim të formës për. Ta kalojnë direkt në sistem për. Jo. Kjo është fizionomi i qeverisë e rëndë. Ka disa shkallë, Po në thelb kjo është apo jo? Po. Ka disa shkallë. Domethënë Republika e Shqipërisë çdo sipërmarrësi i jep të drejtë lejtimi që të mbrohet në disa shkallë. Pra në momentin që ti subjekt privat ose unë subjekt privat marrim job për një motiv të caktuar, shkallët lejtimi gjyqësor janë këto. Fillimisht i shkon dhe e apelon tek e njëjta drejtori që ka bën jobën, pra i bën një memo, ata ta pranojnë ose nuk ta pranojnë, në 99% të rasteve nuk ta pranojnë. Varet nëse është ajo taksa e kafes. Okej. Pra nëse nuk ta apelojnë, ti ke një mundësi tjetër. Mundësia jote është apeli tatimor për pa shkuar akoma në gjykatë. Se edhe tatimet ka një apel tatimor të tyre. Po çfarë thot ligji? Ligji thotë që mund shkosh të apelosh në apel tatimor në momentin që ti ke bër ose ke paguar 100% principalit. Që do të thotë, nëse ti ke patur një job 100 euro, konceptueshme, 100 euro, nga të cilat 85.000 euro kanë qenë principale, 15.000 tjera kanë qenë gjoba, ti duhet shkosh dhe të garantosh 85.000 euro. Se këto thonë homo garantoj.
Tash si garantohet kjo? Ose me pronë, njësoj si kur je duke marrë një kredi në bankë dhe thua bankës urdhëro pronën time, ma bloko portatimet sepse ata duan një garanci, ose me lek, që ti marrë ti bllokoj. Tani më thuaj ti mua një biznes që ka kaq para veç. Atëherë ju thoni që të abrogohet, pra të anullohet. Ta anullohet për t'i dhënë të drejtën çdo sipërmarrësi Vetëm që shkojë dhe të mbrohet. Ne kemi folur për të, Real zotin Kapri. po. Nëse e shef partia juaj si një mundësi, ndoshta për ta çuar si diskutime dhe këtë propozim të Atë ne kemi folur për të gjë. Ne dimë që sistemi tatimor shqiptar është i komplikuar për ta. E ka bërë Berisha, ëh? Duhet thjeshtëzuar. Madje ne në programin ton kemi vënë këtë që ti të ndalohet komplet inspektimi në biznes. Se kemi folur atë problemin e mikrokredive që ende në zgjidhur. Këtu për barusit privat, e ke vënë çfarë bënin? Bllokonin llogari, rishisnin shtëpi, jo me njerëzve vilat, shtëpit për 1 milion lekë vjetra. Dhe kanë bërë kërdinë. Dhe mekanizmi kryesor që përdorin ishte kjo. Bllokimin për bankë. Kështu i bllokonin rrogun, i bllokonin llogarinë e biznesit, gjithçka tjetër që detyronin ata që të të normohet kjo që mos të ndodhë. Ndryshime ligjore, detyrën kam që ta ngrenë parlament, të ngrenë parlament. Si shqetësim. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit për bashkëbisedimin, në mënyrë veçantë zoti Kapri. Ishte kënaqësi shumë. Ishte kënaqësi. Dhe për shpresoj që ti kemi shërbyer dhe publikut. Do vi prapë nëse më flisni. Besoj që po, do t'ju kthejmë sërish. Shumë faleminderit. Kompaqësimi sërish.